Jani t'u tregojmë tani vendet e Shqipërisë në të cilat nuk duhet të paguani shumë lekë edhe të kaloni një ditë të bukur edhe të këndshme. Siç po shikoni, neve shkuam tek Bënjat në Përmet. Është një vend magjik, do ta thoshja. Ka piscina natyrale, aty po u tregoj camping që ka aty afër, që mund të uleni, të çlodheni, të pini diçka ose të porosisni diçka për të ngrënë. Tani aty te Bënjat në Përmet nuk paguani as edhe një gjë. Shkoni në të gjitha këto piscinat natyrale, të cilat janë, disa janë kur të dhëmin kockat, disa janë kur ke rematizëm, për disa sëmundje të trupit, edhe futesh brenda, edhe thonë që të shërojnë, nuk e di. Aty po tregoj edhe drekën që hëngrëm neve, kishte speca të mbushur për sot, që hëngrëm neve, patullxhane të mbushura, pul, gjëra të tilla. Në rrugë pastaja, kur po ktheheshim, gjetëm baxho, në të cilat shikoni sa të bukura që janë, sa gjëra të bio që kanë brenda. Neve blem djath edhe gjizë, se donim që të bëjmë byrekë. Mund të bleni çfarë të doni, si shikoni ka nga të gjitha këto llojirat edhe produktet. Në rrugë kuptohet kur po ktheheshim në shtëpi, gjetëm dhëndë edhe vit.